I pa zhvillimet e seancës sot dhe u vërtetu ajo që kemi ditur që nga fillimi, që lëvizja vetëvendosja dhe pse fituese e zgjedhjeve të nënshkurtit nuk i pat numrat për të formuar qeverin përkundër faktit që ata me 10 herë këtu pikërisht në këtë vend kanë potencuar se le të formohet kuvendi se mandej kanë numrat e qeverisë. Ajo çfarë po ndodh sot dhe ajo çfarë në fakt ndodhi sot është që ne po shkojmë drejt procesit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme, po është tepër e rëndësishme për qytetarët e Republikës së Kosovës ta kuptojnë që partia fituese, e cila në zgjedhjet e fundit mori 42% të votave, po e kthen besimin tek qytetarët për shkak të mungesës së paaftësisë së tyre për të formuar një koalicion qeverisës. Andaj, nga këtu ju bëjmë thirrje të gjithëve që në zgjedhjet e ardhshme të reflektojnë dhe të mos votohen bllokuesit, të korruptuarit dhe të paaftit, sepse kështu do të ngelemi në një proces zgjedhor. Sot, edhe një herë po e them, është kthy besimi tek qytetarët. Partia fituese e cila ka marrë besimin e qytetarëve në zgjedhjet e fundit, po e kthen atë prapa të qytetarët dhe kjo nuk është asgjë tjetër vetëm paaftësi e tyre. Sa i përket emrave, nuk kam asnjë koment për emrat, për shkak se ju e pat që kabineti propozuar nuk u votua, në ndërkohë që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare ne do të punojmë fuqishëm që të dalim partia e parë dhe mandej shohim. Natyrisht preferenca jonë është që të bëhet një qeveri pa lëvizjen vetëvendosje. Nuk kemi kurfar interesimi që opozita të bëjë qeveri. Ju e dini që Lidhja Demokratike e Kosovës para disa muajve kemi propozuar qeveri të përkohshme në mënyrë që pikërisht ta kalojmë ligjin e buxhetit, t'i kalojmë marrëveshjet ndërkombëtare për të cilat sot vajtonin eksponentët e ish qeverisë dhe deputetët, dhe kjo nuk është pranuar nga asnjëra prej partive politike. Ju e dini që në mars kuvendit i duhen 80 vota për zgjedhjen e presidentit, andaj nuk kemi kurfar interesimi që në këtë pikë të bashkojmë forcat me të tjerët, sepse edhe ashtu është një afat jashtëzakonisht i shkurtër. Besimi, ne jemi duke shku drejt një procesi zgjedhor, qytetarët janë ata të cilët do të vendosin në procesin e ri zgjedhor se kujt japin besimit dhe kujt duhet t'i besojnë institucionet e Republikës së Kosovës. Ne nuk kemi ndryshuar mendim, ne kemi pasur mendim që vendit edhe gjatë kësaj periudhe është dashur një qeveri e ish partive opozitare, sepse gjatë kësaj periudhe nuk kemi pasur pozitë dhe opozit, mirë po ju e dini që kemi potencu disa herë se nuk i kemi pasur numrat. Ne kemi biseduar me partit e minoriteteve dhe ata na kanë thënë që ne nuk ju japim mbështetjen, andaj nuk e ka pasur askush numrat dhe gjithashtu kemi pasur parasysh faktin që në mars të vitit tjetër na duhen 80 vota për zgjedhjen e presidentit. Domethënë kjo ka qenë çështja. Ndërkohë që po e potencoj edhe një herë në zgjedhjet e reja, ne do të punojmë shumë që dalim partia e parë dhe mandej preferojmë që vendit t'i japim një qeveri pa lëvizjen vetëvendosje. Ndërkohë zhvillimet natyrisht të bëhen dhe të gjitha koalicionet njoftoheni me kohë kur ajo do të ndodhë. Do të thotë nuk mund që t'jap tani partner, sepse janë çështjet e diskutimeve. A ka pyetje tjera? Faleminderit.